Mirë kthehemi për diskutuar pak për rastin e Driton Skurtit në rastin e Korçës, pra 21 vjeçari i cili ka marrë tashmë një vendim gjykate pikërisht për sa i përket edhe martesës apo marrëdhënies që ai ka patur me një minorene. Kemi patur këtu familjarin e vajzës, familjarët e vajzës, familjarët e Dritsonit, po do të kemi gjithashtu avokatin për diskutuar pak për vendimin që është marrë në lidhje me martesën me 13 vjeçarin Rome, ku dhe u bë me fëmijë. Cilat janë kërkesat, kanë qenë kërkesat e 13 vjeçarit që kanë patur në emision me gjyshen kujdestare, të cilët kanë pretenduar se kjo është pjesë e kulturës rome ose një pretendim i cili vjen për shkak të edhe të kulturës së komunitetit në fjalë, po ndërkohë nga ana tjetër avokati kërkon që kjo çështje të shkojë deri në gjykatën e Strasburgut për një sër arsyesh. Do të kem fakt në lidhje vet avokatin edhe Dritsonin, kam në këto momente pikërisht Dritson Kurtin dhe Enea Cenkon si avokat. Enea, mirë se vjen, kënaqësi. Ndërkohë Dritsoni gjithashtu e kam lidhje, besoj. Okej. Për ta diskutuar përpara se të kaloj tek Dritsoni, në bisedë dua që ta pyes pak avokatin se në cilën fazë ligjore jemi në këto momente. Pra cili ka qenë vendimi i gjykatës për të njohur edhe publiku me këtë vendim, pra me shërbimin e provës tashmë për 5 vite, po ndërkohë nga ana tjetër dhe mbrojtja, pra ju si pala mbrojtëse cilat kanë qenë pretendimet edhe pse gjykata nuk e ka lehtësuar këtë si vendim ose nuk e ka pranuar si martesë. Si fillim, duhet të falenderoj për intervistën dhe të falenderoj për bashkëpunimin gjithmonë që kemi pasur për këtë rast. Po, shkojmë tek temat, lutem, po. Tek tema më duhet të kësaj faktin që prokuroria, ose më saktë organi i akuzës të Korçës kishte ngritur akuzën për Dritson Kurtin deri në 25 vite burg. Pas memove, dhe jo vetëm pas deklaratave, pas replikave të shumta që patëm organin e akuzës, u arrit rikualifikimi i akuzës në paragrafin e parë. Dhe më saktë, më duhet të kësaj faktin që organi i akuzës shkurtimisht e bëri kërkesën e saj duke aplikuar në 59 me 5 vite burg. Por, duke alternuar më pas me 5 vite shërbim prove. Okej. Pse nuk dakordsoheni ju me 5 vite dhe shërbimit provës që ka vendosur për pikërisht për klientin tënd? Atëherë, neve jemi në pritje të zbardhjes vendimit, pas njohjes së zbardhjes vendimit, duke konsultuar dhe me Dritsonin, nëse ai dëshiron, së bashku me mua do ta ndjekim çështjen deri në fund, duke bërë ankimin e çështjes ose më saktë për të dërguar të në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe më pas në të gjitha hapat e gjyqësorit deri në Strasburg, nëse Dritsoni do të mendojë që do të shkojmë deri në fund të çështjes. Unë mendoj, sepse jo vetëm unë, por dhe këto janë këshilla që Këshilli Komunitetit Evropian i ka dhënë her pas here për këtë komunitet të nderuar. Mirë, pata një shkëputje me avokatin, nuk e di deri në momentin që do të konfirmohet edhe... Po, avokati e përsëri. Po. Ndjes, ku ka theksuar që të ketë parasysh pikat kryesore të romëve, jetesën e tyre, shkollimin e tyre, dhe jo vetëm kulturën e tyre, qenien e tyre dhe gjithë standardet që ato kanë. Jo, e kuptoj këtë pjesë. Arsyeja, pra, fakti që u dha një vendim dhe u konvertua në 5 vite shërbim prove, që sigurisht ndoshta me kalimin e kohës edhe mund të kaloj patjetër për prezencën, sjelljen e mirë, nuk e di se cilat mund të jenë vendimet në këto 5 vite që mund të merren nga institucionet përkatëse. Jeni ju të kënaqur për këtë vendim që ka dhënë gjykata apo jo? I kënaqur modestisht për faktin që Dritsoni tashmë është në shtëpi, është i lirë, është me fëmijën e tij që padrejtisht nuk e kishte parë. Unë mendoj si avokat dhe këtë që e kam theksuar dhe si avokat ai do të marrë pafajësinë për shkak. Dhe shkaku kryesor është që 78% ose qoftë edhe pak më ulët në numër, ky komunitet martohen në moshë të re. Dhe kam thënë dhe shpeshherë dhe në deklaratat e mia për media, në rast që Dritsoni do të kishte mbetur në burg, ose siç bëri atë kohën e paraburgimit, i bie që një aksion i policisë i bie të arrestoj një pjesë të mirë komunitetit të Rom, sepse një përqindje shumë e madhe janë martuar në moshë të re.
E kuptoj, po avokat, ndërkohë nga ana tjetër, a mundet që kjo të ngrehet si precedens nga shumë të tjerë të cilët s'janë të komunitetit, po mund të abuzojnë duke thënë që jam i komunitetit? Atëherë, këtu duhet ndalem, sepse vajza që është martuar Dritsoni nuk ka bërë asnjë kallëzim në polici. As familja e vajzës, as familja e djalit e Dritsonit dhe as kush tjetër nga familjarët që vajza apo i afërm nuk ka bërë denoncim, është bërë ama viktima her pas here ndihet pjesë e presionit të abuzuesit të saj. Do më thënë, ne nuk është hera e parë që e shohim dhe mjeku bën njoftimin e tij, mjeku e ka detyrë ligjore që në momentin që dikush është i mitur dhe shkon pikërisht shtatzën apo të kontrollohet apo të shoh shenja të një ngacmimi apo abuzimi seksual, sigurisht ta raportoj. Tani, unë këtu dua që të ndalem pak, nga të kuptojmë ne mes një çështje që është e vërtetë dhe një çështje që është delikate. Po. Po. Absolutisht që po, dhe bëjnë shumë mirë që raportojnë të gjitha rastet, dhe moti të vazhdojnë të raportojnë dhe të kenë të gjithë famirësinë që këto rastet të raportojnë, sepse unë me mendimin kush është ke ligjin le të dalë para drejtësisë, por në këtë rast është një rast i veçantë, rast unik, që paktën edhe pse është raportuar, është denoncuar organizacionet përkatëse, paktën drejtësia do të kishte marrë parasysh njëse situate. Normalisht, siç është pyetur dhe e mitura, edhe në pranin psikologës, do të ishin marrë gjitha institucionet seriozisht me këtë pjesë dhe i nderuar, kjo është një kaos për shoqërinë shqiptare dhe veçanërisht për këtë komunitet. Jo, e kuptoj, pra pikërisht. Nuk ka shenja dhune. Janë ekspertët që të vendosin, janë ekspertët jo më kot është deri në 5 ditë në vendimet e reja që gjykata e një qarku mund të mbajë në izolim. Në këto 5 ditë, dakord, masa e ndalimit për 5 ditë, sepse gjithmonë thon 3 ditë, jo, është deri në 5 ditë do të sqaroj këtë gjerasin, ta sqaroj këtë fragment. Është deri në 94 orë. Jo më kot janë këto orët që të bëhet gjithë një zbulim, që të bëhet me ekspertizë, që të bëhet një hetim i plot dhe më pas, duke parë që gjithçka ka qenë e qetë, nuk ka qenë tensionuese, nuk ka shenja dhune, nuk ka ngarkesa psikologjike, nuk ka dhunë fizike dhe nuk ka dhunë psikologjike, Dritsoni të dilte me njëri i lirë. Nuk kam qenë avokat i parë në atë moment, unë kam më pas e kam marrë çështjen, sepse do të bëja maksimumin, do të njoftoja të gjithë organet kompetente, ashtu siç bëjnë në shumë raste të tjera, pse jo dhe Këshillin Evropian, të gjithë europiane dhe kisha njoftuar për këtë rast sepse është një rast alarm. Në disa praktika që unë njoh dhe kam lexuar dhe jam njohur me këto praktika, më theksohet, ose më saktë, kam parë që për shembull kemi pasur një rast për në Berat të ngjashëm me këtë fakt dhe personi është hetuar në gjendje të lirë. Gjithashtu, një rast në Tiranë, flasim gjithmonë në pjesën e këtij komuniteti. Personi është hetuar në gjendje të lirë. Dhe pse dritë sot duhet bëhet ky rast, duhet bëhet një rast unik, mund të ketë raste të tjera, nuk e vëmë dyshim, por të paktën më sa unë kam background të lexuari, më duhet theksoj që është rast unik. E kuptoj. Më sa unë kam informacion. E qartë. Mirë, ja ta pyes pak Dritsonin se do kthehem përsëri tek ky avokat. Dritson, kur u riktheve në shtëpi? Dje. Dje? Dje, po dje. Po, sa kohë të bë që qëndroni izoluar? 9 muaj e 10 ditë. 9 muaj e 10 ditë, ë? Po me çka ka jetuar nëna edhe nusja? Në dyqan, çfarë do jetoni? Në dyqan me borxhe? Me borxhe. Çfarë do jetoni? Po. Për punë, paja, s'kishte njëri tjetër kur t'i mbante. Me 112.000 lekë pension s'kishte çfarë të bante gjyshen. E kuptoj. Ti se kishe parë fëmijën apo ta kanë sjell fëmijën në paraburgim? Se kisha parë 9 muaj e 10 ditë, se kisha parë. Se kishe parë? Po, që pash 2 orë që lindi edhe pastaj se kisha parë. A, vetëm atëherë kur ka lindur, si ishte rritur në këto 9 muaj? Ishte rritur, asha. Po. Kush e vendosi emrin, ti apo? Emrin e kam vend të mamas. Që mamaja time ka ndruar rritë, ja kam vend emrin Ardianë. E kuptoj. Po mirë, tani, ti e kupton, pra kjo biseda që po bëj unë Dritson me avokatin, ti e kupton për shumë këtë pjesën e ligjit dhe faktin që
nuk lejohet me ligj që dikush të martohesh pra në moshën 13 apo 14 vjeç apo 15 vjeç? Po, neve nuk i dinim ligjet se neve pa shkollë, pa stuar dhe nuk i dinim ligjet. Neve kështu i kemi traditat që jemi martuar, jo vetëm unë, po 80-90% komunitetit rom kështu martohen. Në cilin vend jeton ti drejtson? Ku jeton? Në Korç? E di, po ku fiks? Në qytet apo rreth e rrotull? Nuk e di nëse më dëgjon. Drejtson, më dëgjon? Nuk e di nëse më dëgjon drejtsoni? Më lidhe regjia me drejtsonin? Drejtson, më dëgjon? Po, avokat, doja t'ju pyesja pak, ju besoni që kjo çështje nëse a ka kazuse të tjera si rasti drejtsonit ose të ngjashme në Strasburg dhe nëse e çonin në Strasburg, mendoni që do të fitoj si çështje? Unë mendoj që patjetër, gjithsesi pram kapsërisht besim në për institucionet dhe këtë drejtësia shqiptare. Pse? Për arsye sepse kjo nuk do të thotë që edhe një vendim gjykata shkallës parë dhe nuk mund ta fitet në apel, në gjykatën e apelit ose në gjykatën kushtetuese, ose në gjykatën e lartë, por nëse do të mungoj kjo drejtësi, mendoj që Strasburgu do të japë vendimin e merituar më saktë për këtë çështje unë mendoj që është një kaos ndëruar. E kuptoj, po pse mendojnë që Strasburgu do shkojë në favor të drejtsonit? Mendoj që Strasburgu do shkojë në drejtsonit sepse janë pikat e Këshillit Evropian që thekson sa herë çështjet e romëve të shikohen në përparësi. Dakor, unë e di shumë mirë që është shkelur pjesa ligjore, nuk e vëj në dyshim këtë pjesë, por duke pasur faktin pa bërë diferencime normalisht, pa bërë difuzione të ndryshme, më duhet theksoj që duke qenë që është pjesë e komunitetit rom, duke pasur parasysh shkollimin e tij, duke pasur parasysh jo më kot po të ndalen. Nuk e di nëse e kam në lidhje edhe një herë për shkak të lëvizjes së avokatit. Rikthehem edhe një herë në lidhje me të. Po diskutojmë pak për sa i përket edhe çështjes dërgesës së çështjes në Strasburg, nëse mund të jetë një rast precedent fitoreje apo jo. Pra nëse Strasburgu do të merrte një vendim në favor të drejtsonit apo jo. Avokat, po, të kam përsëri në lidhje. Po. Dhe mendoj, por duhet të ndalem gjë rastin të pojtjeri institucioneve të shikojnë komisioneve parlamentare që merren me zhvillimin e ligjeve, me teorinë e tyre, të shikojnë këtë çështje me prioritet dhe pse jo të bëhet një ndryshim ligjor duke patur parasysh jo vetëm për këtë komunitet, por për shembull për njerëz me aftësi ndryshe, flasim edhe për ligje të tjera, nuk flasim vetëm për këtë rast. E kuptoj. Të jetë kjo një kaos, të jetë kjo një vëmendje ndaj këtyre institucioneve që të rishikojnë edhe një herë disa ligje ose akte nënligjore që më pas për t'i kaluar ato në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. E kuptoj. Mirë. Më duhet teksoj faktin, më duhet të teksoj këtë fakt. Ai tashmë sipas vendimit shkallës parë është me 5 vite shërbim prove, si quhet ndryshe, ose lirimi i tij me kusht, që mos kryen asnjë vepër tjetër penale. Dhe siç deri teksova, ne do të lexojmë këtë vendim me tepër vëmendje, me tepër qetësi. E kuptoj. Dhe do të konsultojmë. Dhe dëshojmë se çfarë do të ndodhë. I lejohet të punoj drejtsonit gjatë kësaj periudhe që është shërbim prove? Absolutisht i lejohet të punoj në këtë periudhë. Disa nga pikët kryesore të shërbimit provës janë që mos shoqërohet në persona të dënuar, mos të kryejë vepra të tjera penale. Por ato para ti lejohen janë të lejueshme sipas ligjit, siç është mënyra e punësimit dhe të gjitha kriteret sipas ligjit. Okej. Shkoj edhe një herë te drejtsoni, nuk e di nëse kam lidhje. Kam lidhje drejtsoni regjia
Oke, mirë, dakord. Faleminderit avokat që të kisha bised, e mbyll edhe këtë temë diskutimi për rastin e Dritson Kurtit, vendimin që ka dhënë gjykata në Korçë për 5 vite shërbim prove, rikthehet tashmë Dritsoni pranë familjes për një rast i cili vinte nga komuniteti rom, një martesë që sigurisht mund të jetë edhe një temë më e gjatë diskutimi edhe më e gjerë diskutimi në panele. Pas pak do të ndalemi tek biseda që do të kem me profesorin edhe doktorin Arvin Dibra, shefin e kirurgjisë në QSUT, i cili do më tregoj pak më shumë në lidhje me operacionin e fundit që është bërë si një model suksesi në Shqipëri.